ai ishte pejgamber, edhe unë jam pejgamber. Thotë edhe Adasi, që ngrihet, edhe e mësyn pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ja pus durt. Ja pus durt edhe kand, edhe e thoi shahadetin. La ilaha illallah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahu të madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë, i cili na tregon nëpërmjet Kur'anit famëlartë në 2 prej sureve të tij për mrekullinë e Isras dhe të Mirajit, si një mbështetje e pashemullt për pejgamberin ton alayhi salatu wassalam në rrjedhat e thirrjes së tij të bekuar. Të gjitha salavatet dhe selamet mate për zemërta, ja dërgojmë sot në këtë ditë dhe në çdo moment të jetës sonë, ma të mirit e ma të shtrenjtit të krijesave të Allahut, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, që u dërgoi me shirë për të gjitha krijesat. Pastaj me mbarsinë e Allahut azza wa jall, ju këshilloj ju dhe veten time me ju frigu Zotit të gjithësisë. Dhe mendu gjithsecili prej nesh se jeta e kësaj bote është kalimtare, është e shkurtër dhe shumë shpejt vjen momenti i dhanjes llogari për para durve të atij madhnu qoftë i cili na ka dhënë jetën dhe na ka çdo gjë në dorën e tij. Të dashtun dhe të shtrenjtë. Nëse do të ndalemi tek fjala e parë e ajetit të surës Isra's, ku Allahu i madhruar urdhon dhe thot Bismillahirrahmanirrahim, Subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, deri në fund të ajetit dhe ajeteve që pasojnë. Po të ndalim tek fjala e parë që na sjell ndërmend tasbihun, Subhana. Pra me thanë gjithë secili për nesh Subhanallah, e gjaja e parë që na shkon ndërmend. Edhe Subhana në gjuhën arabe është një shprehje nëpërmjet të cilës përftohet madhërimi i Zotit të gjithësisë. Pra madhnu qoftë dhe i patëmet është Allahu azza wa jall, i cili mundësoi udhëtimin natën të robit të tij, pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, nga Mesjidi Harami, pra nga Mekka, deri në Beitul Maqdis, në Mesjidul Aqsa, një zonë të cilën e kemi begatuar, thot Allahu azza wa jall në vijim të këtij ajeti të mëndshëm deri në fund të tij. Pse i patëmet? Edhe pse madhruar qoftë? Po të ndalemi dhe të shohim rrjedhat e krejt ngjarjes së Isras dhe të Mirajit, është gati në kufit e të pabesueshmes. Sepse Allahu subhanahu wa taala na ka tregu dhe na ka mësuar për gjatë rrjedhave të jetës sonë se këtë botë dhe këtë gjithësi e ka krijuar dhe ka vendosur një rend. Ka një rend, sipas të cilit funksionojnë gjanat në këtë jetë. Ka një rend i cili në 99% të rasteve të tij nuk prishet asnjëherë. Po pse a ka ndonjë 1% që prishet ky rend? Po ka. Dhe kush e prish këtë rend? E prish këtë rend ai që e ka kriju këtë rend, dhe askush tjetër në botë nuk ka aftësi dhe mundësi për të ndërhyrë tek ky rend. Që do të thotë se nëse ndonjëri për nesh mbledh ca shkarpa, edhe ka një shkrepse në dorë, edhe është në një vend të mbrojtur mirë, dhe ka një letër të vogël, e ndez atë dhe e vendos poshtë shkarpave, do të nizet zjarr. Me sa leja mbyllet. Por ta lartësojmë pak më shumë shembullin. Zoti i gjithësisë ka vendosur dhe ka bërë rend në këtë botë se
nëpërmjet çiftëzimit mund të ndodhë shtimi i rasës njerëzore. Një burrë dhe një grua në gjendje të mirë shëndetësore, fal këtij veprimi mund të realizojnë atë çfarë Zoti i gjithësisë e ka barend, që pas kontaktit të tyre gruaja mund të lindë një fëmijë. Mirë po mund të ndodhë që Zoti i gjithësisë këtë rend edhe ta prish. Një burrë dhe një gru në pamje të parë është nosh e mirë. Ky nuk ban fëmijë, ajo nuk ban fëmijë. Dhe mesela janë mbyllet. Mirë po është prish rendi? Jo, nuk është prish rendi. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përcaktuar që këta të dy mos të kenë fëmijë. Mirë po ka diçka tjetër shumë ma shumë se sa kjo, që është ajo që në tërheq vëmendjen në mënyrë befasuese. Rendi thotë që një burrë dhe një grua mund të bëjnë një fëmijë. Mirë po logjika dhe mendja të thotë se sipas këtij rendi fëmia nuk mund të bëhet ndryshe. Që do të thotë Hazreti Ademi alayhi salam që është krijuar nga balta, si është krijuar nga balta? Është krijuar sipas vullnetit të Allahut azza wa jall. Dhe Hazreti Isa alayhi salam që është krijuar pa babë, dhe është krijuar në një mënyrë të mrekullueshme, madje edhe kur ka ardhur në këtë botë, sa ka hap syt, ka thënë inni abdullah, unë jam robi i Allahut. Për me hedh poshtë çdo lloj iluzioni të kujt do qoftë se ky fëmijë mrekulli është hyjni. A është diçka përtej të natyrshmes? Jo, është krejt i natyrshëm. Është rob prej robëve të Allahut. Është fenomen prej fenomeneve që ai që ka në dorë i vetmi dhe i pashoq për të thënë bëhu dhe ajo bëhet, e realizon një gjatë të tillë. Nana e jon e madhe Hazreti Havaja alayhi salam është kriju pa nanë. Bëhu edhe bëhet. Dhe kështu të dashtën dhe të shtrenjtë, çdo shkak sjell një rezultat. Por shumë njerëz edhe në mesin tonë shpesh herë harrojnë apo hutohen të kuptojnë se shkaktari i shkaqeve është Allahu i madhruar. Dhe se vetëm shkaku në vetvete nuk mjafton për të mërritur tek një rezultat. Edhe pse ne mendojmë se sipas rendit të përgjithshëm ai rezultat duhet të vi. Nuk vjen se Zoti nuk don që të ndodhë. Kështu të dashur dhe të shtrenjtë, Allahu subhanahu wa ta'ala mundet me e prish rendin edhe nëpërmjet tij me kriju atë që quhet mrekulli. Sidomos kur ajo i ndodh një pejgamberi prej pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Dhe dera mrekullive është mbyll me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Që do të thotë, cili prej nesh mundet me mendu se para 1500 vitesh pejgamberi jon alayhi salatu wasalam udhëtonte natën nga Mekka drejt Bejt Maqdisit, zhvillonte një aktivitet të gjerë në atë natë, në atë vend të bekuar, dhe pastaj ngjitej në lartësitë qiellore të papërshkrueshme. Jo ato që ne perceptojmë dhe dim, por shumë e shumë ma shumë se kaq, dhe kthehej po atë natë në shtëpinë e tij, arsa nana e jon Hazreti Aisha alayha salam thotë që u ngrit nga shtrati dhe u kthye dhe ai ishte akoma i nxehtë. A e pranon kush këtë? Jo, nuk e pranon. Por në fakt e besojmë të gjithë ne, pa asnjë lloj hezitimi, se kjo është një mrekulli prej mrekullive të Allahut azza wa jall, dhe kjo është diçka krejt e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Edhe ma e thjeshtë se sa me e vu në diskutim. Prandaj Allahu azza wa jall na tërheq vëmendjen në krye të kësaj sureje të mallnueshme dhe e nis atë me fjalën subhana, i patmet dhe i madhruar është ai i cili bani të mujtun udhëtimin e robit të tij natën nga thuaj Mekka në Bejt Maqdis edhe deri në fund të ajetit, plus ajetet e surës së yllit, surës An-Najm. Dikush mund të pyes se përse ndodhin sot gjithë këto fenomene të çuditshme
dhe përballemi me këto realitete të zymta dhe jetojmë në këtë skëterë të devijimit të njeriut nga boshti i të dëshmuarit si mëkams i Zotit në tokë, dhe përse Zoti i Gjithësisë që ka mundësi me një urdhër bëhu dhe bëhet, nuk e ndryshon këtë realitet. Pse nuk na ndryshojnë këto realitete me mrekullitë e Zotit? Dhe përse vuajnë sot njerëzit në botë? Dhe pse në veçanti muslimanët sulmohen e punohet ditë natë në çdo cep të botës kundër tyre? Po Zoti ku është? Pyet dikush. E janë t'ju përgjigjem nëpërmjet një rrëfimi të shkurtër dhe sjelljes përpara vëmendjes së zotënisë tuaj të disa kujtimeve të umrës së tetorit 2025, kur bashkë me një grup të kompletuar prej vëllezërish dhe motrash të nderuar e të respektuara, shkuam ndër të tjera edhe në qytetin e Taifit. Shkuam në Taif dhe u ndalëm bri kopshtit të Hazreti Addasit, radiallahu anhu. Aty ku ndodh edhe ajka edhe thelbi i kuptimit të Isras edhe Mirajit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, e prej ku, duke analizuar dhe parë me vëmendje çdo detaj të atij rrugëtimi të gjatë 10 ditor dhe atij aktiviteti të pasur 10 ditor të pejgamberit alayhi salatu wasalam në qytetin e Taifit, mund të kuptojmë siç duhet përgjigjen e kësaj pyetje. Pse janë kështu këto realitetet e sotme, të dashtun dhe të shtrejt. Ngjarja e Taifit ka ndodhur në vitin e 10 të Hijretit. Dhe rruga nga Mekka drejt Taifit është rreth 90 kilometër. Dhe paramendo, këto 90 kilometra para 15 shekush, pejgamberi alayhi salatu wasalam i shoqëruar nga besniku i tij, Hazreti Zeid ibn Harithe, i ban në kam. Në kam, as me kal, as me deve, as me ndonjë karvan prej karvaneve, në kam. Për të mos lanë as një gjurmë dhe për të mos kuptu askush se pejgamberi ka udhëtuar dhe nuk ka shtëman në Mekë. Mirë, po pse shkonte drejt Taifit? Shkonte drejt Taifit sepse realiteti në Mekë ishte aq i zymt dhe armiqësitë e Parisë së Mekës dhe kundërshtarëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam ishin rritur aq shumë sa që jeta e thirrjes islame ishte jashtëzakonisht e vështirë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam që na mëson gjithmonë për të lëviz dhe për të kërkuar për alternativa të tjera dhe për të mos u turzuar asnjëherë në jetë me vlerat e thirrjes tonë islame, shkon në kam 90 kilometër për të ftuar njerëzit në islam. 10 ditë të plota. I ra krejt cepave të Taifit, u taku me krejt njerëzit dhe të gjithë e refuzuan. Allahu ekber. As edhe një person i vetëm nuk e pranoi thirrjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Derisa një moment arriti të ulet me parin e Taifit. 3 vëllezër, Abd Jalel, Mes'ud edhe Habib të bijtë Amr ibn Umerit, po ku vendonin me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe hajde të largohen paksa nga ky realitet dhe përfitojnë veten duke e dëshmuar këtë bashkëbisedim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam që i fton në islam dhe cila është përgjigjja e tyre. I pari thot, unë e zhgull dhe e shqyej perden edhe mbulesen e qabës së mallnushme nëse Allahu të ka dërguar ty pejgamber. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. 0. I dyti thot, o pse a nuk ka gjetë Allahu dikën tjetër përveç teje me e dërguar si dërguarin e tij? La ilaha illallah. Ndërsa i treti thot, nëse ti je i dërguar i Allahut, çështja është më e rrezikshme se sa unë të dalë ty përballë. E nëse ti je e kundërta e asaj që pretendon, unë nuk flas me gënjeshtar dhe pasha Allahu nuk flas fare me ty. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ai mbyllet bardhëra pejgamberit alayhi salatu wasalam.
Dhe pejgamberi që ngrihet me hatër të thymë dhe largohet. Mirë, por nuk ka përfundu. Largohet për të gjetë një shtek të ri, një kontakt të ri, me gjetë dikën tjetër, me keme folë, kujt me afru islamin, dyert janë byllë. Dhe përveç kësaj, këta tre urdhërojnë fëmijët edhe shtresën mediokre të vendit që ta gjuajnë me gur, ta shajnë, ta pyejnë, ta poshtnojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe ashtu ndodh. Dhe me hatër të thym, e me kam të gjakosuna, e përfituarin pak sa gjendjen e rënduar të pejgamberit alayhi salatu wasalam pas këtij zhgënjimi të madh, mbrin tek një kopsht. Tek një kopsht i dy vëllezërve që, si thonë librat e historisë islame, për Utben edhe Shejben të bitë Rebias, këta kishin një lidhje të largët qumshi me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pra si të thush, ishin dajallar të largët të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë, po pejgamberi mbrin aty dhe gjen një çoshk. Dhe gjen një hije. Dhe tashma që dy e njeriut janë mbyllur, pejgamberi troket në dyert e Allahut Zotit të gjithësisë. Çfarë i thot? I drejtohet me një lutje madhështore, të cilën e regjistrojnë librat e historisë islame me shkronja të arta. Allahumma ilejke eshku dha'fa quwwati. Zoti im, ty të ankohem për pamundësinë time, për dobësinë time. Jemi pa forcë, jemi pa aftë. Ja ku jam. Të ankohem për pamundësinë time dhe zhvliftësimin ndaj njerëzve. Janë njerëzit më kanë çmu, më kanë poshtnu. Ja arhamur rahimin. Ja arhamur rahimin. O mëshirues i mëshiruesve. Ti je Zoti i të përndjekurve. Ti je Zoti im. Ila men takiluni. Në dorën e kujt po më lë? Në dorën e të largëtit që më pret më fytyrë të vrantë, apo në dorën e armikut që më ka në dorë? In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Por nëse e gjithë kjo nuk shfaq zemërimin tënd ndaj meje, unë nuk pyes. Pra le të ndodhë çfarë të ndodhë, mjafton që ti, o mëshirues i mëshiruesve, ti jesh razi me mua. Dhe lutet derisa ata dy zotnit e kopshtit, të dërgojnë Addasin, sklavin e tyne, shegertin e tyne, me një enë ku ka pak rush, edhe ajo zonë është e njoftun për vneshtat e saj. Edhe Addasi vjen tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe ja hapron atë. Edhe pejgamberi e merr një vilë rush edhe thot bismillah. Edhe Addasi thot, pasha Allahun, askush në këtë vend nuk e thot këtë fjalë. Pejgamberi buzëqesh, edhe i thot, kush je ti? Edhe prej nga je? Dhe çfarë feje ke? I thot, unë jam Addasi, dhe jam i krishterë nga Ninawa. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, Ninawa, fshati i vëllau tim fisnik, Yunus ibn Matta. Dhe Addasi që i thot, po ku e njehti Yunus ibn Matta, se askush nuk e njeh atë, ai ishte dërguar i Zotit. I thot, dhaka nabiyun wa ana nabi. Ai ishte pejgamber, edhe unë jam pejgamber. Thot edhe Addasi, që ngrihet, edhe e mësyn pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe ja pudh durta. Ja pudh durta dhe kamt, edhe e thot shahadetin. La ilaha illallah. Dhe me thanë, Allahu subhanahu wa ta'ala, në fund të këtij rrugëtimi 10 ditor, ja kënaq zemrën pejgamberit alayhi salatu wasalam me një djalë të ri, një shegert, një sklav, i cili bëhet musliman, por pejgamberi akoma është i mërzitur. Edhe largohet nga Taifi drejt Mekkës. Rrugës ndodh një ngjarje e çuditshme, të cilën e përjetëson Kur'ani famulart.
ku Allahu Azza wa Jall thot, por kujto kur ne të dërguam ty një grup gjindësh, të cilët e ndëgjojnë Kur'anin. Si për t'i thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam, se nëse dyert e racës njerëzore të janë mbyllur, ka krijesa pa fund, pa fundësisht krijesa në këtë gjithësi që të vinë pas teje dhe ndëgjojnë thirrjen tënde edhe bahen pasuesit e tu. Edhe ju e dini se në disa vende në Kur'anin famlar Allahu Azza wa Jalla na tregon për gjindët të cilët erdhën të dëgjonin pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe Kur'anin që lexohej dhe u ban musliman dhe u ban thirrës të mesazhit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por jo vetëm kaq. Pas kësaj, pas kret këtij përkushtimi të madh, e këtij durimi të pashoq, e këtij dorëzimi absolut përpara durëve të Allahut Azza wa Jall, pasi I kishte kryer të gjitha shkaqet për të pas një rezultat që e kënaq pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe e kënaq Zotin e gjithësisë, pas gjithë kësaj erdhi Israja dhe Miraxhi, detajet e së cilës janë më të panumërta e kaq të mëdha sa që po të rrim deri nesër e pas nesër e pa fund duke folë për to nuk I sosim dot. Prandaj përgjigjja të dashurit e mi është se gjithë secili prej nesh duhet ta vendos veten në këto kallepe për të kuptuar se përse mrekullitë nuk ndodhin në modelet të sëmura, në shoqëri të kanjoze, e në zigzake të vazhdueshme, edhe nëse formalisht njerëzit falen, agjërojnë, shkojnë në haxh, edhe japin për hir të Zotit. Allahu na udhëzoft për të kthyer te kuptimi real I Israzit Miraxhit, e na bëf për atyre që ndëgjojnë fjalët dhe veprojnë më të mirë në saj, walhamdulillahi rabbil alamin.